Bora e pare këtij sezoni ka zbardhur sot Shkupin, duke sjell atmosferë dimërore, por edhe vështirësi në qarkullim dhe lëvizje për qytetarët, që në orët e hershme të mëngjesit rrugët dhe trotuaret u mbuluan nga shtresa e borës, ndërsa temperaturat e ulta shtuan rrezikun e rreshqitjeve. Qytetarët kërkojnë që komuna të veprojnë më shpejt, pasi sipas tyre vetëm 5 cm borë paralizuan kryeqytetin. 5 cm borë e paralizoi qytetin. Tash mirë është, qytetarët të gjenden ashtu siç dinë vetë. Jo, sot mirë është koha, shumë mirë. Tash varet nga kryetarët e komunave. Secili për secilin të mendoj, nuk mundemi ne të garantojmë për ndonjë tjetër. Jo, sot jo. Tash për tash janë të pastruara, sepse nuk ka shumë borë. Gjithashtu qytetarja thekson se mos të lëvizin shumë jashtë, sidomos të moshuarit, që të mos vjen deri tek ndonjë thyerje e gjymtyrave. Nuk kam lëvizur shumë jashtë, prej këtu në punë, kështu që mendoj se është pastruar, është rregulluar. Tash shifet se është pastruar. Më herët në mëngjes nuk ishte e pastruar. Duheshte që ekipet të dilnin në terren, mos të lëvizin shumë jashtë, sidomos të moshuarit. Kjo është më e rëndësishme, që mos të vinë deri tek ndonjë thyerje e gjymtyreve. Ne që patjetër duhet të shkojmë në punë, do të shkojmë. Tash ti u pastruan, masi u shkri bora pak. Në sabah nuk ishin të pastruar. Edhe s'kishin të pastrume, që me nëzise kjerat kanë kaluar të shkojnë punë njerëzit. Edhe janë vanu autobusat, për ande pakës vështirë. Ta shty pak u kaleru bora. Vështërsia është, nda kështia, atë duhet kujdesën pakën. Megjithse bora i dha Shkupit një pamje dimërore, qytetarët kërkojnë më shumë kujdes dhe reagim më të shpejt nga shërbimet përkatëse, duke apeluar njëkohësisht për kujdes të shtuar në lëvizje derisa kushtet të normalizohen.